Po në ndërkohë m'la përshtypje sepse e lexova dhe për mbajtjen edhe është e menduar e mirë pikërisht ashtu siç e the për të gjitha moshat përveç fëmijëve që s'ka nevojë për një produkt të tillë. Po, për të dy gjinit edhe nuk ka ndaj kundër efekt. Do me thonë, munden me përdorë edhe personat të cilët kanë marrë kemioterapi dhe më qia atyne... Po, unë vetë kom përdorën, po. Ju e keni përdorën? Po, kom përdorën, po. Dhe? Po, produkt... Mirë ka shku, po, unë kam qenë... Se kena cek edhe ma herët, kam qenë shumë e kujdesme edhe në ushqim. Mirë po kam pi edhe kapsulat të silimarin, nëse në gjohë popullën gjithë ma shumë si silimarin ose si produkt. E kam konsumu, po 2-3 paketimi kom konsumu. Se ka qenë paketimi atër 30 tableta, ka qenë i produkt tjetër, po 30 tableta ka qenë. Tash i kanë 90 tableta, 3 muaj konsistencë me pas, me përdor janë suplement, do me thonë nuk është diçka që ka me pas në kundër efekt. 90 tableta të cilat janë në liver detox, janë mundësi e artë për pastrimin e mëlçisë suaj, ndihmon absolutisht, nuk ka nevojë me ndalë medikamentet që i përdorni prej mjekut tuaj. Kjo është një ndihmës, si me thoni ushqim shtesë, suplement i cili ndihmon shumë këtë proces. Sepse nuk është medikament. Nuk është bari farmakologjik, po, nuk është substancë farmakologjike, mirë po është shtesë ushqimore. Thjesht janë ato 5 bimë, të cilat janë një kapsulë të vetë. Dhe siç e tha, i kanë menduar ato detajet kryesore të largojnë ato alergjentet në ushqim që janë të shpeshtë. Po, soja, mos të kenë produkte të përpunuara genetikisht, edhe ato është eliminuar edhe pjesë mos të janë të modifikuara bimët, cilat janë rritur për prodhimin e produktit, pa vezë, pa gluten, pa sojë.